Pak e më shumë, po këtu në e do jemi. Që da dije, krye kalpësira e të vinë Kristal Qrama, që ka vjedhur shtetin shqiptar me identitet tjetër të ndryshuar në vitin 2002 për t'i shpëtuar të shkuarës së tij kriminale kur ka qenë azilant i palishëm në Francë dhe dënuar si ajdut e trafikant ikonash. Sot Shqipëria nuk drejtohet nga një kryeministër, por drejtohet nga një bandit, i një Pispiro Konekës, që firma e ti, vari lilitar, Avzinelën, se i këndon të Shqipëris, vargje lirie, poezie, Korça sot, është më shumë se kur, Edvin Kristal Qrama, kalpësira Niko Peleshi, sot i Rashpilo, që e kini berë Korçën Qiflik, po, Qiflik, kini ngritur kull atje, e shëmtuat qendrën e Korçës, ngritët një bibliotekë këtu, e morët bibliotekën që ishte këtu, dhe e këthyër në bashki, për ta këthyër në aspekt e krimi si që kini këthyër. Të gjorë Niko Peleshi, e ke këthyër Korçën dhe po e terrorizon me polici politike. Unë s'ka masje me policinë, sa ta janë tjenë të mirë, por drejtusët e saj, ne nuk duhet të harojmë atë djallë policë, qufra dhe unëtorë në pritë nga mos profesionalizmi, nga drejtusët e saj. Prandaj po i them Niko Peleshit, sot i Rashpilos, Edvin Kristal Qramës, lere Korçën të lirë, lere intelektualizmin të lirë, ke goditur të ndjerin Kliti Kalamata, që berja apëcen e Korçës sot tu, dhe ke ngritur architekt pas një vlerë, po i merë vlerat më të mira Korçës, e le Korçën pa galeri arti, vodhe muzeum Gjergjitima, dhe përgëzoj njerë policin, për erë të parë, brenda një muaj mu vëz 3 herë shtëpia dhe pikturat, kam një si arishe Tirama, falenderoj gjykatën e Korçës, që për erë të parë, ka më datën 14, një gjykim se valla ka gjetur piktura time, një piktur e ka zënë ajdutin, më datën 14/7/2026 me gjyqtare e le në tafa. Nuk është problemi se do bëhet një gjyq dhe u gjetë një piktur e Gjergjitimos. Edvin Kristal Qrama, ky është gjyqi që më në fund gjykata, në mënyrë ligjore, atje unë do të apë, të dëgjoj tërë Shqipëria, të jenë tërë mediat, në atë gjykim do të apë kartat si ajdut trafikant ikonash dhe vjedhës i 671 ikonave të muzeut privat Gjergjitima. Po e Tirama, në atë gjykim, ligjërisht, unë do të denancoj, ligjërisht, se ke 3 vjetë që po të denancoj, që e burgaci i Parisit me numur AL196138A mars 93 dhe prokuroria e përgjithshme shqiptare eshtë, Spaku eshtë, ambasadat eshtin, sepse duan një kryeministër bandit, një kusar që unë mbush zepat me lek, me dolar, kurse në atë gjykim të kësaj pikture që do bëhet atë datë, ti do dënohesh dhe do akuzohesh ligjërisht, po jo me emrin Edi, që ndryshove 2002. Do akuzohesh me emrin Edvin, kur ndryshove në vitin 2002. Do të merren gjurmët e kishtrinjve dhe Ministria e Drejtësisë Shqiptare ligjërisht, se do të denacoj unë ligjërisht, do t'ja dërgoj Ministrisë së Drejtësisë franceze. Dhe ti, në bazë të gjurmëve të kishtrinjve, me emrin Edvin Kristal Qrama, ti deli dënuar, jo vetëm në Paris, si shtë akuzoj lideri tënë historik Fatosdano, që e solla nga Parisi, me thojnë të paprerë, duke vjedhur ikona shqiptare, jo si shtë akuzoj kancelari Angela Merkel, të tha, je i dënuar në Gjermani, Martinesja, si kriminel, ashtu si shtë akuzoj unë, dhe ti ke qenë i përgosur, jo vetëm në Gjermani, në Itali, në Greqi, dhe ti e keqja kombëtare këtu. Prandaj po i them korçarve, nesër më shumë, ne nuk duhet të vrasim frikën, nuk duhet të lejmë të njeri,
që i ka shpen populli shqiptar, Korçën në kufijtë e mjerimit, Korçën e dua shumë të gjithë qytetarët.